Përshëndetje shikues të nderuar të podcastit Arena Yje. Jemi në podcastin e radhës bashkë me kolegun Lavdimin, ku kemi një mysafir shumë të veçantë, trajneri i minor kosovar, Tahir Batatina. Mirë se vjen trajner. Mirë se gjej, faleminderit për ftesën. Të lavt, para se më nis me fol për futbollin, mos harrojmë edhe t'i falenderojmë sponsorët tanë që janë KGM brendi automjeteve KGM Sangion Kosova dhe Pia Energjike numër 1 në vend Golden Eagle. Para se më nis me trajnerin, në profil të shkurt, trajneri Tahir Batatina ja ka nis futbollin e Kosovës vitin 2012-13 me Llapin edhe prej asoj kohë është trajneri Llapit e ka marrë klubin pothuajse pranshurjes, me shumë probleme, ndërsa pas 2-13 viteve po folim për një klub që i ka fitu 2 kupa, Superkupën, i ka mbet veç edhe titulle. Trajner, para se më nis kështu me pyetje, qysh ja ka nis dashnia jote për futbollin, kur ja ke nis mu mirë në futboll? Po nëse shumë do të thotë dashnia për futbollin ton ka qenë do të qenë moshën 6 vjeçare, 7 vjeçare. Gaja mosh mund të them do të thotë që pasioni im ka qenë për futbollin. Ndoshta do të thotë gjithë fshati nuk ka pas më shumë tupa të futbollit se kam pasur ne do të thotë në atë kohë. Mund të them për kohën time kur ka qenë ajo do të thotë anë periudhën e viteve 85, 84, 86 kom qenë i fëmijë i vogël, por nga e kohë do të thotë kom qenë në prej atyne, mu them fëmijëve në fshat që ndoshta nëse dikush ka grumbullue fëmijët në fshat për me luajtur futboll ka qenë Batatina, do të pasioni ka qenë gjithmonë. Edhe nga e kohë do të thotë gjithmonë edhe si fëmijë, do të thotë qysh ka qenë ndërrimja që një ditë do të thotë t'jam afër futbollit, të vazhdoj karrierën si futbollist, edhe të vazhdoj karrierën do të thotë si profesionist në laminë e futbollit. Edhe nga i moment do të thotë nga mosh, nga gjenerat, në atë kohë ishte pak më vështirë, për arsye se nuk ishte kushte dhe rrethona që ne me bë në futboll edhe më shku më angazhu në pistë Llapin atë kohë kur ka qenë, për arsye se Llapin atë kohë ka qenë mund të them 50-50, ku një pjesë kanë qenë do të thotë serb, një pjesë kanë qenë shqiptar dhe familja ime ka qenë një familje pak më ndryshe, mund të them për arsye se ka qenë një familje cila gjithmonë ka qenë kundër regjimit asaj kohe dhe edhe mund të them babgjyshën e kom pas gjithmonë që ma kanë maltretuar atë kohë do të thotë për shkak se ka qenë në histori shumë e vështirë ka qenë do të thotë prej atyre njerëzve që ka qenë me gjermant në atë kohë edhe pe aty mbajt historia në familje që është kundër atij regjimit jugosllav. Prandaj do të thotë asnjëherë do të thotë nuk u mundur dashka ëndrrën time ta bëj realitet, ëndra ime ka qenë që t'jam një futbollist, por arsye se kam qenë në qendërbrojtës ata që më nxjohin do të thotë edhe din po dujive, di se çfarë niveli kom pas, por s'kam mujt ta bëj një gjë të tillë, por jam shumë i lumtur dhe kënaqur që ëndra ime ka vazhdu. Pasi do të thotë unë pas asaj periudhe kohore kam filluar do të thotë edhe të mendoj për profesionin tim, do të thotë dhe kam vazhdu do të thotë rrugtimin tim me pjesën profesionale studimet organizatore në shkenca sportive, masterin dhe pastaj do të thotë në fund të zgjedhjes trajnerit. Por në atë kohë do të thotë ndoshta nuk ka pas asnjë turnir që është mbajt në atë kohë në Podujev që s'ka qenë prezant Batatina, s'ka marrë pjesë Batatina. Edhe do të thotë që s'kam qenë aktiv në për çdo turne, por do të thotë jam prapë i lumtur dhe kënaqur që vendi im është i lirë, edhe pse s'kam mujt bëj karrierë si futbollist, po bëj karrierë tash në zënën e profesionistit si trajner. Trajner, lufta ta ndërpreu një ëndër, por e filloi një ëndër tjetër, domethënë më mirë prapë në futbollin, po jo si futbollist. Por ti ke qenë edhe pjesëtar i Ushtrisë Shërbimtare të Kosovës. Na fol pak për atë periudhë krenarie, jo vetëm për ty, po për gjithë popullin tonë. Për gjithë popullin tonë, se është sigurisht krenaria më e madhe kombëtare. Ata është pas jam në lokacion edhe për të diskutuar diçka ku jam prezant ajo kam një emocion të veçantë. Arsyeja është pse në atë kohë kur kam shkuar në luftë, e kam qenë student në studim organizator shkenca sportive dhe këtu 200 metra më lart e kena pas edhe zyret e fakultetit të shkenca sportive. Dikon 200 metra distancë nga ju që jeni këtu. Dhe kur ka ardhur do të thotë ai moment që do të thotë mos jam pjesë e studimeve universitare, do të thotë edhe shkenca sportive, por nga Prishtina, ku isha duke banuar në Prishtinë dhe vendosa do të thotë që unë të marr rrugën dhe
ta veshin uniform të lavdeshme të Shoqërisë Shqiptare të Kosovës. Nuk ka qenë e lehtë për mua si një djalë në atë moshë 20 vjeçare, ende pa i punë 20 vjeçare, të marrë një vendim të tillë, kam marrë një vendim, kam shku te familja. Familja ka menduar se nuk kam ardhur nga studimet për në familje, dhe aty do të thotë kisha babin dhe i kam treguar babit që nuk do të jem më pjesë e studimeve universitare derisa të përfundon lufta, arsyeja do të thotë që unë do të ecë në luftë. E di që ka qenë e vështirë për babën tim do të thotë, për arsye se ishte unë do të Kosovë me vllahun e vogël, që tash është presidenti i klubit Beqiri, dhe të tjerë ishin jashtë. E di që kam mëconu do të thotë, për arsye se isha i ri, por kam marrë një vendim të tillë. I prerë domethënë. Nga i moment do të thotë e kam bashkangjitur Shoqërisë Shqiptare të Kosovës në vitin 1998, jam shumë i lumtur dhe krenar. Edhe gjithmonë do të thotë, edhe me njerëz që sot punoj, edhe me ata që i njeh, bisedoj, thonë që komplet kjo periudhë nga 99 e tutje është një periudhë e cila aq sa të më jap Zoti ymë do të thotë di që kam shpërblim pe Allahut sepse unë kam shkuar atje për me vdek dhe asnjëherë s'kam menduar që unë do të shpëtoj, por qëllimi jam ka qenë që unë me vdek dhe vetëm ky vend të ketë liri. Dhe këto studime universitare që unë kam bajtë për shkolla private, mos t'i mbajnë apatim në Universitetin tonë të Prishtinës, dhe ëndra ime është bërë realitet, shumë shokë të mi që sot janë mesin tem, si njerëz të idealit, e pror, ushtarak, general, që Adem Jashari, Zer Paziti, Agim Ramadani, për cilë do të kam qenë pasar si tyre, sepse ata kanë qenë njerëz që kanë bërë luftën, por unë do të edhe prej atyre kam qenë një për studentave të parë në atë kohë, protestave kur i kanë bajtë të Prishtinë, bashkarisht me Laçin, me Kurtin, me Dogollin, ishim një pjesë e organizimit aty në protestave në atë kohë, dhe gjithmonë kam qenë pak ma një djalë, du të them, pak ma energjik që të bëjmë diçka për vendin, dhe kështu që jam shumë i lumtur, asnjëherë do të thotë mund të arrijë në karrierë çdo gjë, edhe në pjesën profesionale, por mendoj që karriera ime më e lavdishme ka më gjithmonë Ushtria Shqiptare e Kosovës dhe amblema Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, dhe ajo është kapitulli i cili do të thotë është nuk mund asnjëherë ta pa nuk ka ta mbuloj më asgjë tjetër apo ta kompenzoj më asgjë tjetër, për arsye se është krenaria jam shpirtërore dhe jam shumë i lumtur që sot uniformën që nuk mbaj dikur, do thotë sot e mbajnë shumë e pror dhe ushtarak, të cilët pas luftës e kam qenë për procese ku unë ata kam përgatitur, kam trajnuar, kam shkollu, më sot është krenar Kosova me ta dhe ata që po marrin pjesë në përstërvitjet bashkë me ata. Atëherë përveç që e përmend edhe pjesën e TMK-s, pas luftës ke vazhduar edhe në TMK një kohë që the me trajnimin e ushtarëve të ri dhe aty në që janë dalë për Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Po mas luftës puna kon e madhe, në krejt sferat e jetës që na dalë si një shtet i shkatërruar për luftës me shumë dame, nuk hezitu me bo çfarë të pune. Edhe sot vazhdoni me pas kompani të fuqishme. Mendoj që ka qenë një periudhë shumë e vështirë pas luftës. Aja që du me i falenderu është edhe gjithë e provër të ushtarak të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, edhe zonës operative të Llapit dhe të Akademisë Ushtarake, për arsye se pas përfundimit luftës kam diskutuar me ta, kam biseduar, ata kanë ditë që në kam lënë studimet universitare dhe kam shkuar në luftë dhe kam thonë që unë do të jem i gatshëm të shërbej në Ushtrinë e Kosovës, por mu do të më mundësoni që të përfundoj dhe studimet universitare, për arsye se kam lënë në rrugë, ata do të më kanë përkrah, më kanë mbështet dhe kam bënë gjë të tillë. Mendoj do të thotë që karriera ime dhe pas luftës në trupat mbrojtjet të Kosovës ka qenë shumë rëndësishme, për arsye se pas seleksionimit që kam pasë forcat e natës, do të thotë jam përzgjedhur në mesin e 3 më të mirëve në nivel të Kosovës, për arsye se isha student në atë kohë dhe isha i përgatitur profesionalisht, mund të them kisha njohuri, edhe do të ata më morën dhe mu do të me 3 kolegë të mi, fillu do të bëm trajnimin e tyre, do të përfundum një proces të trajnimit, që na tim ata që do të fillojnë dhe do të vazhdojnë shkollimin e gjeneratave të reja të trupa mbrojtjes të Kosovës, ku angazhohen Akademinë Ushtarake, instruktor, do të me gradën nga forcat amerikane, isha bashkë me amerikanët, do të që ligjeruam, japëm mësim, i trajnuam, shumë oficer, non-oficer, general që sot janë, në atë kohë do të morën hapat e parë, prandaj do të unë vazhdova që nga ajo kohë do të avancimin tim profesional, studimet i përfundova, masterin e përfundova,
Pastaj procesin akademisë ushtarake bashkë me Amerikanë dhe isha përgjegjës për këtë akademinë ushtarake në pjesën fizike edhe në pjesën taktika ushtarake të oficerëve. Besoj që një pjesë e ime e cila prapë është krenari, sepse në ato që bëra në luftë, e bëra dhe në pas, fillova dhe nuk mendova për pjesën financiare time personale, sepse kam pas mundësi që direkt pas luftës për shkak që vëllezërit kam pas jashtë, të bëj kompani gjigande, të filloj direkt, por qëllimi im ka qenë ta forcoj shtetin, Ushtrinë e Kosovës, por nikësisht atë kohë në vitin 2003 kom hap kompaninë time dhe nga e ku kom vazhdu me kompaninë time dhe asnjëherë nuk jam dalë, nuk ka qenë lehtë që të punojsh në forcën në trupat mbrojtjes të Kosovës, pastaj në forcën e sigurisë të Kosovës, ta kesh kompaninë tonë ta menaxhosh, por ëndra ime ka qenë gjithmonë. Unë sot kam fatet shumë të cilat ndoshta aktivitetet në trupat mbrojtjes të Kosovës edhe në FSK ka qenë te futbolli, gjithmonë edhe ka qenë ndër imja që shumë shpejt do të kaloj te profesioni im që sot e kam si profesionist në zgjedhjen e trajnerit. Për ata që nuk e din, trajner para se më kysh në futbollin e madh, ja ke nis me futbollin e vogël. E the edhe më herë turnire e krejt. Ka qenë shumë interesant. Do shokët mi, cilët kanë qenë ushtarë shoqërimtare të Kosovës, e kanë ditë pjesën time profesionale për shkak të ushtrisë, kam qenë ato instruktor, edhe kanë ditë të nivelin tim përgatitjes se më kanë parë ato në akademi, edhe më kanë njohur personalisht, më takuan në Podujev dhe tha kena një projekt për të hapur një futsal të vogël, ku do të vendoset emrin i dëshmorit Bedri Bajrami, do të Bebelapit, që është Bedri Bajrami, një dëshmor, edhe ju më emocionu shumë kur më ka unë ashtu dhe tha ti duhet të marrë dhe me marrë skadrën, me menaxhu, me udhëheqë në zgjedhjen e trajnerit. Për arsye thash është shumë e vështirë për mua për arsye se unë pasi po vendova studimin universitar kisha oferta nga klubet Dykoriku, Flamurtari, Llapin atë kohë do të angazhona, por nuk doja më angazhu. Thash është shumë e vështirë për mua me fillu me futbollin e vogël. Po ajo gjë që më bën më ndihmu ju edhe me fillu dhe me qenë këto me marr hapat e para është emri Bedri Bajramit, për arsye se është një dëshmor dhe është një shok i imi që ka vdekur në vitet e para të frontit, dhe për atë gjë të kom marr, i kom ndihmu ata djem kanë qenë organizatorë në pjesën e trajnerit, pas ka pas nevojë në pjesën financiare, e kemi bënë skuadër shumë të mirë ku shumë shpejt nga liga e parë direkt i vendosa në Super League dhe në farforme. Nga ato e kishëm me një tornej në Podujev, arrita e marrë pozitën e parë dhe erdhë kryetari i asaj kohe që duhet përmendet, Agent Veliv, dhe më tha pas përfundimit të ndeshjes finales, tha që të pres tonë duhet marrë në komunë, tha më taku me ty bashkëresh dhe kam disa biseda. Thash okay, kryetar do të vi, do të bisedojmë. Në atë kohë e kishëm një ndeshje Llapi lujke me Kosovën e Prishtinës në Podujev dhe ishte ndeshja për në vendosë në futboll të madh, do të shkojnë në play-off apo do të shkojnë në play-off. E humbja ndeshja Kosova e Prishtinës dhe Llapi mbeti në barazh me nga liga e parë. Aty vjen edhe hyrja jote. Ato vjen edhe viti 2013. Momenti 2013. Ato vjen në momenti dhe shkova te kryetari, tha unë të konftu që ti duhet më marr Llapin, më menaxhu, tha për arsye se kom marrë informacionet e dura, nivelet e përgatitjes profesionale, kom pa tha që kije shumë ide për futbollin, tha edhe për je profesionist, tha kemi një gjendje shumë të keqe Llapin, tha dhe është rrezik me rrogë kategoria. Thash kryetari është fjalë prej ligës po në ligën e dytë. Po, me ron nivel 3 gara. Nivel 3 gara. Thash kryetari Llapi është një pozitë shumë të vështirë. Thash duhet të kuptoj mua, thash dhe duhet të bëjnë maksimumi që Llapi mos të bjen nga kategoria e parë, për arsye se të marrë skadën në kategorinë e tretë, thash ndiem thash shumë keq, thash për arsye thash se realisht e ulë edhe vetë për kundër që nivelin thash por duhet të shumë për të bërë. Thash por janë disa djem të skadra Llapit, cilët i njoh për arsye se kanë pas shumë ndeshje me mua për turnej. Thash do të bëj takë me ta, nuk i nevojë me bozurtore fora as zoti. Unë do të bëj takë me ta, do të bisedoj me ta dhe do të kërkoj nga ta që përgatite për ndeshjen e play-offit, barazhit, që ta fitojmë ndeshje, ta bëj maksimum. Asnjëherë s'kam thonë publik, s'kam dashur me dalë dhe më lavdru në atë kohë, por i kam grumbulluar ata djem, Celer Blakçori, Benjamin Emini, Meriton Mehmeti, Burim Zheçi, kanë qenë dhe shumë lejtarë të tjerë. Në atë kohë kam diskutuar me ta dhe kam thonë që
për të ardhur Batatina dhe për të bërë një llap shumë serioz dhe jo për të qenë shumë komod, ju duhet bëni maksimumin se ta fitoni ndeshjen, mos e shikoni kanë keni trener poshtë, atu do të thotë treneri ka punën e vet që është poshtë ashtë aktual, por unë do të thotë kam premtime që du ta marr llapin nga sezona e ardhshme. Edhe djemt janë motivuar shumë me atë takim që kanë pasur me ta dhe kanë marrë do të thotë një farë forme atë vetë besimin se na çfarë do të bëjmë që ta bëjmë maksimumin. Kom qenë në ndeshje prezent në tribuna, lejtarët kanë qenë poshtë në ndeshje, e kanë bërë maksimumin, do të thotë nuk kanë pas do të thotë farë dhe trajnerë për t'i menaxhuar brenda poshtë sepse u shkarku trajneri që ka qenë atë kohë, edhe në sekretari i klubit që ka qenë Fatmir Berisha ka udhëheq lojën. Do të thotë por isha tribuna lart dhe me djem disha konsultuar do të para se me futun ndeshje gjithçka se si duhet të funksionojë në atë lojë. Edhe arritën qëllimin që me fituan ndeshje do të thotë dhe u gëzonëm gjithë bashkërisht, u futan ndeshje, pas ndeshje futan në fushë dhe më përqafuan gjithë dhe ju thash që nga sot do të thotë llapi do të jetë më ndryshe. E kishëm pastaj takimin e parë me këto në komunën e Podujevës. Ai do të thotë caktoni datë direkt kuvendit komunal të Podujevës, bashkërisht me kuvendarët e klubit që ishin. Nga ato do të thotë zgjedhën edhe institucionet për fillimin e llapit, do të thotë dhe nga ato do të thotë vetë se molla besimi ta marrë ta menaxhoj skuadrën e llapit si trajner do të thotë, por në pjesën financiare bashkërisht ku ishte edhe Nexhat Domnica atë kohë me mua, që më ka mbështet, më ka përkrahur do të thotë se duhet të cekë këtë kohë. Muhamet Hasani ishte në ligën e parë, do të thotë në vitin e parë, pastaj do të mëton vetëm edhe Nexhat Domnica. Sezoni i parë 2013-14 arrini me pozitën e tretë ose të katërt me lumë barazh me Trepçën, një lojë me 10.000 shikues, nuk e harrojnë kur Fadil Vohri në ndeshje shumë. Unë një parë kampanje këtë Podujeva në kohë llapin Super Edhe e hop një ndeshje. Nuk ja dolën, po domethënë motivi dhe shihet që llapi po vjen, domethënë llapi u organizu në një ekip serioz me djem trin atko, këta emra që përmendën janë shumë trin atko. Edhe qyshe kujton qatë sezonin e parë tamam kështu si trener. Domethënë një vet liga e parë dihet që është më ashtu se Superliga për njerëzit që se din se që vjen me lum fusha shumë atrona, shumë rrezik për lejtar, domethënë e dim që shkon infrastruktura në atë kohë, sidomos llapi vetë ka pas infrastrukturën shumë keq. Qyshe kujton qatë sezon? Do të them të drejtën që edhe në pjesën time mund të them para se më inkuadruar në llap, edhe në profesionin tim ushtarak, gjithmonë ata njerëz që kanë me ta dhe sot më ndëgjojnë, e dinë se çfarë principesh kam pas dhe gjithmonë nuk fut fare në asnjë në një punë pa bënë një projekt para prak, pa analizu shumë mirë në detaje, pastaj më filluam të bëni punë. Në sezonin e parë të llapi, unë do të thotë kryesisht kisha ofër i të bova njerëz të desha që ishin entuziast, disa për tyre nuk ishin profesionista, dëshin futbollin, dhe i thash që këtë vit mos kërkoni të futem Super League. Nuk duam të futem Super League, gjithëshin pse, thash dëgjoni, nëse duhet me bëni llap shumë të fortë, unë kam një vizion shumë të qartë, kam një projekt shumë të madh. Projekti i llapit duhet që vitin e parë ta kemi një skuadër shumë stabile në ligën e parë, të grumbulloj lejtarët, ta kuptoj lejtarët filozofinë time se çka du. Pastaj gradualisht vitin e dytë ju garantoj që në llapi do ta fosë në Super League. Dhe do të thotë e pranon atë idenë tim, projektin tim, fillova në me skuadrën, do të thotë gjatë rrugtimit ne morëm pikë, të cilat do të thotë sfora që kisha, ideja ishte me marr sa më shumë talenta, me çan mes, me grumbullu skuadrën për sezonin kampionatin e dytë. Dhe gjatë rrugtimit, dolim do të thotë në moment që na me luajtëm play-off, do të thotë edhe mu inkuadru Super League, ku ishte me Trepçën atë kohë, Trepça ishte një skuadër shumë e mirë, organizuar mirë, Trepça e vjetër. Ardhëm në play-off, do të thotë e hopo play-offin, nuk inkuadruam, pas ndeshjes, lejtarët të futën zhveshtore Fadil Voker, gjithë të mërzitur, futan e zhveshtore dhe jo sa shaj që ka kokën poshtë, nuk do të vazhdojnë me llapin. Ata janë prezent, sot do të tregojnë edhe Namoni, edhe Blakçori, edhe Mini, edhe Meritoni, edhe gjithë. Edhe ata u befasun, thash gjithu me po kokën lartë, e Batatina ju ka tregu që llapi rikthehet në Super League vitin e ardhshëm. Projekti im ju ka tregu me koç që nuk është me çdo kush në Super League, dhe ju garantoj që vitin e ardhshëm do të themi kampion e Super League. Nuk ka zgënjyshëm. Fare do të them zgënjy, e din shumë mirë jam. Projekti u kon domethënë vitin e dytë. Vitin e dytë. Alla jam do të thotë kur i kanë dëgjuar fjalët e mia,
të qysh kanë marrë motiv zemër, edhe kom bërë organizimin e durë në sezonin e kampionatin e dytë, e kom marrë disa lejtarë qësori, kom si të skadrat e ekipa, e kom përnu skadra ekipa dhe do të statistikat vetë se ju dini ma mirë se unë se vim për cilë. Do të edhe këna inkuadru në Super League me 2 rival shumë të fortë këna pas Gjilonë në dritën, në atë ko, do në vocek, 2 rival shumë të fortë, edhe 2 rival të cilët keni statistika 2 të kënë poshtë në vendet e tyre, edhe Gjilonë në Gjilanë, edhe Lirinë e Liri. 22 fitore, 2 humbje, edhe sa vjen 72 pikë i ki bo, 22 fitore, 2 humbje edhe 6 barazime. Po, 6 barazime. Një sezon shumë i mirë, Gjilani lumë barazh në qatë vetë. Po, e vërtet, Gjilani. Edhe Drita lumë barazh prej Prej e Superligës me flamurtarin Po, lunë. me flamurtarin. Gjilani lunë me vllaznimin mos gabofsh, edhe hen edhe Gjilani. Superligë, çështë ka qenë? Çështë ka qenë edhe Llapi Peç ati viti është pjesë e elitës futbollit të Kosovës, një prej klubeve më serioze. Qysh e ke përjetu inkuadrimin në Superligë? Pas inkuadrimit në Superligë, fillu zërat, se tu tek ne është pak, jo Superliga është e vështirë, Superliga edhe ishëm konsultime në gjatë ishte në atë kohë, sa do të bëjnë në Superligë, si të vazhdojnë në Superligë, thash projekti ka qenë në ligën e parë dhe duhet mendojnë për Superligën. Prap duhet mendojnë për projekt, thash nuk duhet fut me eufori në Superligë, nuk duhet kena eufori në futboll, thash futbolli nuk do në eufori, do në qëtësi, do në matori, futbolli do në organizim, edhe do në vizion se ku do në marrit. Thash mendoj që në Superligë duhet jem të kujdesshëm që mos të financojnë a shumë, por ta kena një klub i cili na ato financa cilat i planifikojnë e të realizojnë tek djemt, edhe ta bëjnë një klub gradualisht ta ngrisim në nivele. Nuk besuan shumë që vitin e parë mund që të jesë pjesë e elitës, shumë nuk besuan, dhe më thanë që do të kena vështirë me jetë në elitë, thash, unë e kom përcjellë shumë i Superligën, nuk do të kemë probleme me jetë në elitë, unë do të mbetem pjesë e elitës dhe do të jem në skuadër shumë solide Superligën e Kosovës. Lejtarë të cilët kisha nga kategoria parë gjithë finala në superiore, e bëra disa përforcime në pozicionet e duhura dhe do të ishëm shumë konkurrues në Superliga, po mund të them do të gjithmonë mes tabelës do të ishëm lart, edhe mos gabofsha ka qenë ai vetë kur do të kena eliminu Prishtinën nga Kupa e Kosovës në ligë të parë. Po ligë të parë. Në ka qenë mos gabofsha në ligë të parë çat vetë. Superliga kon, po në çat vetë jeni në Superligë eliminoni Prishtinën. Ishte Prishtina me ndeshjen e Lloçit. Ndeshjen e Lloçit. Edhe po du tash me ndalin ato, Prishtina në super skuadër të mirë me Tazhdella, Bermaliçi, këto yjet kishte. Këto yjet e mlapa. Edhe në kërkova nga kryesia e klubit, kërkova që me taku me kryesinë e Prishtinës dhe mos më lush deshja në Podujev, të paktën për një javë me prit për shkak të kushteve se ka pas bor edhe terreni i vështirë. Edhe pastaj ata biseduan, por trajneri që ishte aktual te Prishtina Bilbil Sokoli ka thonë jo, nuk pranoj më shtyn ndeshja. Arsyeja është se ne kemi skuadrën shumë përgatitur fizikisht dhe mundu me poshtë shumë lehtë Llapin. Ardhën me thanë që nuk pranoj trajnerin, atë kohë do të thotë ka thonë që kam ekipën shumë përgatitur fizikisht dhe nuk du me shtyn ndeshjen. Edhe pastaj Llaç, fitojën. Po, ajo më bën më motivoi mua më shumë, do të thotë si trajner dhe thash okay. Nuk ishim fare të ambicia për kupë, po. Si skuadër, se na kishim qëllime në Superligë. Fare s'kishim. Por do të thotë edhe Prishtina në ndeshjen e Lloçit e eliminuam. Pastaj do të thotë pas ndeshjes ju kujtohet deklarata imja, shumë njerëz disa kanë bërë shaka, disa do të thotë kanë marrë si pjesë vetëm se tani po deklaron, kur në dola dhe thash që do të ta shefnin në llap evropian. Po, në atë kokën po. Edhe shumë disa mediume, disa gazetorë që i respektoj shumë të, sot po ata kanë menduar në atë formë që po shakatë, llapi evropian, nga e kohë do të thotë llapi ka filluar organizimin dhe ka qenë skuadër, mund të them, shumë solide në elitën e futbollit të Kosovës. Pas inkuadrimit Superligë, gradualisht, mençur, me djem 3, me djem të akademisë, duke marrë disa përforcime të dura, por jo do të me shpenzu shumë, dhe këna orë deri në një moment do të që llapi me qenë shumë stabil në Superligë. Paner, keni bërë 10 vjet në Superligë, 2015-2025. Pas pranimet e morrin këta një farhezi, rritin financat dhe vendosin me luftu. Gjatë tyre 10 vjete, ke fitu 2 herë Kupën e Kosovës, një Superkup, po titulli mungon. Sështë që një kohën ofër,
po mungon titulli. Që në për shumë këtë të them. Mendoj që në rrugtim ju i letë, në rrugtim ju i letë për 10 vite, po në rrugtim me trofej. Me trofej. Paktën, jo pa titull, por me trofej. Edhe e ki përmbusha deklaratën tonë llapi evropian. Mendoj do të që përshmëritë e mia kanë ndalë për arsye se llapin e kam bërë evropian, kena luajtur në ndërkombëtare. Por e që më bënë që sot jam i lumtur dhe krenar është infrastruktura sportive cilën e kam bërë të llapi, që është diçka që po duam ndërlidh këto pastaj mund të Për ato do është mund ndërlidh. 10 vjet kanë kaluar edhe prej asaj ndeshjes Lloçit. Pe ndeshjes Lloçit do të përjashton Fadil Vokrin, stadiumi i është- llapit më i mirë në Kosovë. është stadioni më i mirë që po thotë do të Kosovë. Në rrugtim cilën do të nuk ka qenë i lehtë, por i menaxhu shumë mirë. I menaxhu shumë detaje. Kom menaxhu llapin në çdo detaj. Llapi do të ka mujt dorti, ka zënë nga dora, për arsye se nuk kam qenë në çdo stad do të unë i kujdesshëm të transferimit, i kujdesshëm të financat. Nuk kam dashur do të më financu shumë para se më pranu Kosova në FIFA në UEFA. Arsyeja dhe e kam thonë kryesisë tash të them një gjë e cila gjithmonë titulli është titull, por i thash am tregoni mua se kur ta morëm në atë trofeun e Juve, sa kushton ai trofeu? Allah më shikon gjithë. Thonë është trofej, thash, po i kuptoj trofej është, thash po unë e di që asi trofej shkon fush Kosovë të vlerë dhe është kushton 30 euro me vlerë. Thash, ndërsa ti financosh atë 700.000 euro, 600.000 euro, thash dhe ta marrësh trofej, thash është titull mbetet, por të paktën asinat për në stonca të UEFA të FIFA-s. Më thonë vlerë s'ka pas shumë. Nuk ka vlerë. Thash dhe ma objektiv duhet jetë joni që natë punojna me gjërata të reja, zhvillojna talent, të rritëm talent, dhe pastaj në moment që pranohemi atë do të jetë qëllimi jonë me dalë në arenën ndërkombëtare dhe me shpenzu më shumë. Edhe do të thotë në farë forme ata do të thotë vetë se pohën që kjo është këmbgulësia imja dhe do të thotë unë vazhdova ma trendin e jo financimit madh, po me djem të ri, me djem potencial, përveçan do të thotë stabile Super League. Jam i lumtur për këto vite që me llapin këtë organizim që kam bërë, lejtar që i kom rrit, i kom zhvillu, kam pas besim të ta, edhe sot do të thotë që kam 4 trofej do të thotë 2 kupa në Superkup, do të trofej në Ligë Sport, i kampionën në që më fut në Super League, do të thotë do shta asnjëherë tani është i kënaqur me marrë edhe titull edhe më shumë, por besoj që çdo të vjen momenti që llapi do të merr titull kampionit, por mendoj në rrugtimi i cili tash jam i kënaqur me organizimin që ka skuadra, nivelin e organizativ, sepse për të qenë pjesë elites, për të notuar me vite, do të thotë jo dini që Vin shumë. që 12 vite asnjë do të thotë llapi është hera e parë që luan play-off këtë vit. Asnjë do të rreziku. Edhe kjo vit ka qenë vit mund të them jo i mirë për shkak se ishim në garën për kupë dhe ishte fokusi skuadrës dhe jemi te kupa, pastaj ndoshta i humbëm disa pikë, të cilat na lanë mbrapa në rrugtimin tonë mos marrë të pjesë e play-offit. Trajner, ka 13 vjet që je pjesë e llapit. Ti bashkë me vëllezërit e to, familja Batatina domethënë. Sa keni shpenzu gjatë kësaj kohe? Nëse shumë do të thotë se shumë njerëz tash E dimi që çdo vet ka shku tu rrit buxheti i klubit. Tu rrit buxheti, por vlera që ka për financimin të llapit është 10 milionë euro. Prej 13 vjet. 2013 ndaj sot 10 milionë euro janë të financuara nga familja Batatina. Nga familja Batatina të llapi, duke përfshirë dhe infrastrukturën sportive, për cilën do të thotë kena pas mbështetje nga Kuvendi Komunal dhe Ministria për tribunat. Do të thotë po një pjesë bukur të madhe dhe jo si familje keni investuar. Tapetit apo të fushës, përveç 122.000 euro kena nga federata, ndërsa 342.000 euro komplet i kena jap vetëm për tapet. Pastaj infrastruktura për cilëse do të fillu do të thotë zërimi i zhveshtoreve, ndryshimi i zhveshtoreve komplet me standarde evropiane, pastaj pjesa afër që është restorani, tash pjesa e fitnessit që ka përfunduar do të është fitnessi brenda, lokalet që janë rregulluar te stadiumi i llapit, do të ka për shumë 10 milionë euro, por prapë jam i lumtur dhe kënaqur që llapi do të thotë ka këtë nivel, ka bu këto shpenzime financiare, por ka bu do të thotë një shtëpi të vetën, e ku do të thotë dishën ndërkombëtare, e dini që vjet të gjitha skuadrat e tona që kanë luajtur në Evropë, i kanë luajtur në Zaire Pajazet, edhe kampionën e vendit të tretë edhe krenari kur të menoj. Sa ka qenë po të lavda krenari. Sa ka qenë krenari për ty edhe në përgjithësi për Bodujevën, se përveç që ju keni fituar si klub sigurisht,
që keni liru fushën, kam fitu edhe qytetarët në Podujevë, se momentin që vjen një tifoz, ka me shpenzuaj diçka në Podujevë dhe kjo domethënë nuk është e mira veç edhe ekonomia ndryshon. Nuk është e mira veç për ju si klub, po edhe keni për rrethin. Për rrethin. Është shumë e mirë kjo që më di që normali një gazetar dhe i vrinë gjona që në madhore. Po. Se si vrinë të tjerët, por këto që keni vrit jo, mu më kanë thonë qytetarët e Podujevës, Llapit, sidomos se afër ato lokale që kisha dhe më thanë batatin nëse duhet dikon me majtën në pjesën më të lartë të Podujevë si ti. Thash okej, faleminderit. Tha din arsyen, tha, na për këto ditë tha, as sa kena pas ta shitje, tha s'kena pas ta për një vet. Po. Tha, kjo thash fal ti, tha që ke investuar te stadioni, ke investuar te klubi te skuadra. Tha gjithsa këto tha i kena fal ti, tha dhe na gjithmonë do të ishte ai minjas tek ne. Edhe ato që tha ti do të thotë përveç që a kenarisë që në gjitha skuadrat e Kosovës me luajtur Podujevë, është edhe pjesa kur do të thotë gjitha ata kanora ato mira tifazë dhe do të thotë është rrit ajo pjesa edhe ekonomike, ku shumë njerëz do të kanë përfituar për kësaj pjese që është shumë e rëndësishme. Ndeshja ndaj Dugazhinit, finale e kupës, është momenti më i bukur sportiv jote. Është momenti Unë që ashtu e konsideroj, do me thonë... Qaj ke thonë pikës pare, qaj ke thonë stafin minut 113 kur merr një gol në disavantazh. Morëm një gol në disavantazh dhe në ato momente më kthy sekretari tha trener çka bëj mo, thash, po jeta vazhdon apo do të. Edhe po më bëva ato po shikoj çfarë do thash. Jeta vazhdon, do vazhdo bet. Edhe ç'është kisha besim në veten, edhe të Allahu që na kena me bë gol tash me barazu. Se dominum lojm po me një gabim të vogël. Nga bibi vogël e pranom gol, edhe në ato momente do të thotë e kena shënuar golin e barazimit dhe kom ditë ato që do ta fitojnë ndeshjen. Është e vërtetë që ka qenë momenti ndoshta shasnjër sa harrohet, por arsye është momenti më i krenarisë tame dhe është më i gëzimit tam kur do të thotë shumë gjenerata, shumë hyje kanë dalë nga Llapi, shumë legjenda ka dalë nga Llapi. Ato fillu pe Fadil Voglit, Fevzi Rama, Shabana Idari, Shabana Idollah, shumë dhe shumë të tjerë që ndoshta gjithë nuk më përmend Rista, do të thotë se është mesin tonë sot super futbollist. Dhe nuk kanë arritur atë me marr trofi. Me një klub 90 vjeçar, do të klub me tradit dhe pa trofi dhe të veshte një djalë i ri nga një periudhë luftës, sakrificës, dhe marr me avsill trofeun e parë qytetit tonë. Do të tonë mund bëjmë marr shumë kupa, ku do po thotë është pjesë e krenarisë që mbetet gjithmonë në zemrën time, sepse atë sjell se qytetit tonë, vendin tonë dhe lindjes tonë trofeun e parë, ti është lëri atij vendit, aty ku e shkolluaj e rrit, gjithçka që bësh, diçka që nuk përsëritet historia, do të thotë mund të marrin shumë trofe të tjera, por këtë pjesë është vështirë me përsërit, Allah ka qenë një moment shumë i krenarisë. Para ndeshjes para kësaj finale jeni kon super favorit. Domethënë se Dugazhini u kon ligë parë hen në Superligë, dhe Dugazhini çat vetë në Superligë, mund trepshin të thënon barazh. Tu shku ndeshja tu baraz. A fillove mu dëshpëru se po e humbni finalen? Kom pas besim të skuadrat e ekipa. Shumë kom pas besim se kena fituar ndeshjen. Por gjithmonë do të thotë ka qenë ndoshta finalja më e vështirë e Llapit. Arsyeja pse? Djem kanë qenë të emocionum. Për shkak që është finalja e parë, edhe shkaku i ekipit favorit. Shkak favorit, gjithmonë kur je favorit do të thotë është shumë e vështirë. Edhe gjithmonë do të thotë që pas atë pjesën besimi ka qenë gjithmonë, unë djem që na fitojmë trofeun, do ta marrim trofeun, por duhet të jem të kujdesshëm dhe mendshëm. Edhe gjithmonë asnjë nuk më dëshpërua po me pas ndonjë dëshim që mund ta humbum. Por gjithmonë finalet janë finale, do të duhet edhe më i dakt të shumë në Evropë tash kur e marrin e humbin finalen. Sido që tja do të thotë asnjëherë nuk më dorëzu si trener, gjatë ndeshjes ku më jap lojtarën mbështetje, më bë maksimumin, edhe do të fundi kanë arritur objektivit që mos trofeun e parë. Shumë lojtarëve të riu ke dhënë hapësinë trener, kur të ndalesh edhe me nën kështu, bajagi tash do emra që janë shumë futbollistë të mirë, por që na bën mend këtë është Milin Doku, në makineri golash, me thonë, i jashtëzakonshëm në vetë. Që kanë dalë prej Llapit, kanë bërë karrierë në Evropë. Po, pastaj ke Muhamet Hysenin, Ilir Krasniqin që është pjesë e kombëtarës, Festivali Dema, një talent i jashtëzakonshëm që veçanisi me rikthy shkëlqimin që ka pas këtë sezon pas një ramje ndoshta edhe psikologjike më shumë se fizike, po janë transferime që janë bërë pe Llapit
këtë vit i kena 5-6 lojtar, 3 shumë të mirë, Vokrin, Kashjanin, Hasanin, dhe me thonë, Lapi, Vityqi, po, mbrojtësi majtë edhe i jashtëzakonshëm. Lapi është një fabrik, po dhe një dere hapur për talenta, dhe me thonë, mundësia për me lutë e Lapi është shumë e madhe për një lojtar të ri. E mira që nuk ja këshyr vjetë sa i ka. Po. A i ka 18-30. Nëse ja vlen, lunë. Mendoj të thotë që Si ndihesh kur e sheh që lojtarët e tu dalin në Evropë, pezojnë Dakun. Daku sot vlera e tij është 8 milion euro në treg. Unë mund të them që du më nis nga me lën Daku. Me lën Daku e kompani ndeshje në podujë me evalime junior të Evalis, kur Evalia do të filloj të shuhet, mbeti me junior dhe me lën Daku fut në ndeshje në minutën e 65. Jo nga fillimi, nuk e puti trajneri se ishte i ri atko. Edhe bon, lvizjet e tina në moment që putu ndeshje, me pilësujan si trener, dhe pas që përfillojnë ndeshje, thash, a ki dëshirë më marrë me po pjesë e Lapit? Tha, po si s'kam dëshirë, tha, ti tha, a do të marrë shumë Lap, shtu ka qenë fjalët e me lindit. A dhe do të tune, nuk ju marrë ma pjesë, ka shku lindi, ka tregu babes vetë femis, edhe batë se femi dhe të më ka kontaktu mu dikon 11 orat natës, unë isha në Prishtinë, kisha në restoran, edhe të isha të nejnë me dëshuk, thot, treneri batati thash po, thot, a ka mundësi thot marrë më taku me ty? Thash, kur tash? Tha, po tash, tha e baba i lejtarës që e forë me lindit, tha, po me lindit qësë shumë, tha, po do në tash marrë direkt më taku. Thash, o batë si fejë, thash, nuk është problem, thash, po është vonë për i gjilonit më ardhë, thash, po ne këm duhe atë gjallë, thash, e pilqeva direkt, thash edhe, pas e tem, thash, kur dush më nësh më orë, thash edhe, thash po le, thash vjen nesër, thash, nuk keni vujtë. Dita arena po gare. Po, thash edhe pa problem, thash, okej, tha, ka orë dhe tëtë dhe duke këna të diskutu shumë me lindin, me lindi ka vete ka të regu historinë, ka orë dhe me lindi që une besoj si trener që më të bëj lejtar të madhë, besoj si trener që nëse tim dëgjëm, edhe përën ato që farë në thëmë, mund të jarim kulmin e futbolit, por të duhet me punu shumë. Ajo befasu në fillim me fjallë që unë e kom jep me lindakot. Ajo befasu se një trener dhe të besën ka shumë direkt me një lejtar. Alla dhe të tha okej, e bënë marrëveshje me lindin, historinë ka të regu lindi dhe të pastaj lindi në ato momente e ka pas zyshin, e ka do shumë zyshin, dhe më tha kam zyshin, tha, edhe në thash okej, prefekt, thash që ki gjyshin, tha e pa ka për mësu me to, thash së gjitha që mësu gjyshi pa ty, por fat, mund të them, jo fatë, se fatkeci është kërë vdes dikosh. Fatkeci për Mirlindi, se ka të regu edhe vetë. Po, do të ka qenë mosha, do të të e gjyshit tina, në atë ko do të i ka vdek gjyshit atë ko, do të na vetëse në atë ko, fazën pregaditore, lindit, jo hapaja rruga e brengës për gjyshit, se ka qenë shumë i afërt me to. Alla filloj gjyshit e Lapi, do të ditë që gjyshi i lindit, filloj lindit e Lapi, edhe pastaj vrejsha lindit që se ka të brengën mod gjyshit vetë, se diskutojsha me to. Në tash dhe të trener tha pak jo ma i lirë, tha se më kuni lidhën shumë me gjyshin. Një gajle ma pak, fokusin këtë në fush. Po, fokusin në fush, edhe ne i thash lindit, thash du të mi kuptu që jetë ashtë e tillë, dhe nga njerë do të du me pranu dhe largim në njerëzve dashur që kiti, po tash du me mendu ti për futbolin, me mendu për veten, për karierën tone. Fillua me lindin, me stërit me skadrën e parë, bëna prezentimin e tina, kërë bëna prezentimin e tina, shumë njerëz tash nuk do përmen me emna dhe me gjykuan, me thanë se po kësi lejtar shko Lapi sa dush, po kësi lejtar shko sa dush Kosova, do bili bëshin në komente se kë qatë bëjë qëfar trupit, shumë fjallë se s'du t'i ceku, unë nuk jo morë fare me ta, filloj punën në lindi, fillu me to bashkarisht fazën preditore, djali filloj mbarë mirë, fillu me edhe në kampionatin, gradualisht, lindin edhe luke, merke disa minuta në ekipën e parë, edhe që isha minut unë në mëjtë. Unë në mëjtë. Juniora që me juniora, shka isha për cilë sa ndeshje, të lutë me juniora. E marsha në servitet e skadra parë edhe komunikasha me to lindi. Këtë gabim e ke bon ndeshje, këtë gabim e ke bon ndeshje, këtë gabim. Do ta përmisojnë tash sa unë servitore. Këto e gabime që du më përmisu për marrë të ekipe e parë, dhe beqar shumë mirë përgatitën në tisë. E ki pas besimin prej asaj kohë që Mirlindi ka me bo një karrierë të madhe edhe në futbolin evropian, edhe ka mu kom pjesë e kombëtarës Kosovës dhe Shqipnisë, se masi për të dyja të kalojt. Unë në atë kohë kom pas
mund të them një debat televiziv, cili sot dihet me Muharrem Saitin, që duhet si, këtë jo debat për të kesh, debat sportiv normal. Sportiv dhe unë thash Merlin Daku duhet të jetë pjesë e reprezentacionit Kosovës unë stani. Edhe shumë shpejt duhet të jetë pjesë e reprezentacionit po. Pastaj është televizioni sportit në atë kohë, do të thotë Supersport, mos gaboj çka ka qenë. Dhe pak do të thotë atë kohë Muharremi ndoshta s'ka po për ofrëcione, më tha që pak, jo s'është ashtu, si po thuti për lejtorin tonë, si ka potencialin cilësinë, thash Muharrem, nuk është Merlin Daku nga Llopi, se kam familjar, është nga Xhilani, por pjesa profesionale fora se shikoj ka vjen lejtori. Dhe për mua Merlin Daku është pjesë e Llopit, është lejtor i Kosovës, s'është mundësi është i Xhilanit, por pse është i Xhilanit unë e du shumë, se është një djalë me vlera, dhe unë të garantoj ty që ka më bën lejtor i madh. Thash dhe aja që po thuti nuk qëndran, që nuk ka cilësi shumë, ka kvalitet shumë, thash të garantoj që ka me qenë elitar, që këna me full pas disa vite unë të bashkarisht. Kështu ka qenë. Edhe debat ndëgjan ish legjenda dhe kryetari i Federatës Fadil Vokri, debatin që kishte me Muharrem Saitin dhe me ftoi që nesër të shkojnë federatë. Tha Batatin duhet vish federata, ta bim ka i kapet, bisedojmë bashkërisht, është po, president, shkova, ullë me to, ajo është në atë botë, unë këtë botë. Tha, cili ishte, tha, ai debati ashpër me Muharremin, thash, debat sportiv, president, thash, po debat për cilin unë, ato ku besoj, thash, jam në tip që nuk të rejkna, po. Nuk të rejkna. Tha, çka mendon, thash, mendoj që është një super futbolist. Thash, një super sulmus. Thash, ki mu bin, thash i ka me qenë ashtu. Tha, okej, në rregull. Tha, grumbullimin e arshëm, tha, Merlin Daku do t'jetë unë i ishat. Kështu më ka thonë zyrat vetë. Tha, unë do t'a shikoj, tha, po nëse s'është lejtori mirë, tha, me ty kam punë. Thash, kështu ka qenë fjallë. Ja, i ka një s'ja kërkoshez. Thash, president, nëse qaj nuk është një pesë lëmuzë matë mirë, thash, unë e kur s'ku më marrë në futbol. Ka shku Merlin Daku të unë i ishat. Fadil Vokri ka shku 3 seanca servitore ka për tjellë, ku ka qenë Rafet Prekazit trajner, po. Dhe Fadil Vokri i ka grumbullua tani që ka po safar ato ata din më mirë, dhe i ka thonë që duhet të një shumë të kujdesshëm, lejtar që propozoi Batatina jo duhet vetëm t'ja bëni aminin, se ky ku ka një super sulmus. Jo sulmus, po ky ka me koni super sulmus, unë të armen se ky ka cilësi të jashtëzakonshme. Do me thonë Vokri ja ka dhonë vullën. Vullën do të thotë në atë kohë ja ka Vokri me Lindakut dhe çfarë shumë do të thotë Vokri nga ai moment më ka thirrë mua pasi ka qenë 3 sonë territorë, më ka thonë Batatin, thash unë president, tha ku dush tani drejtë ki nga unë, tha për një arsye. Thash çfarë president, tha arsyeja vetëm është se ashtu siç më ka thonë tha ish me Lindaku. Tha ai thani super futbollist, ka më bë. Tha, vetëm boje me kom tokë, tha, po na me to, tha, mos jap, tha shumë, tha që mos me fluturu. Mos me fluturu. Edhe ashtu do të ka ndodhur edhe pjesa e Merlindit, por do të thotë se cekëm të Merlindit shumë lartë, në atë ku do të thotë ka shumë lejtar, ku ka ardhur do të thotë festivali Demet që ka marrë, Valmir Veliu që shkon në Turqi. Valmir Veliu që shkon në Turqi, Hajdin Saliu tash është jashtë, do të thotë pastaj erdhën gjenerata do të thotë Dinamoni që ka qenë të dita, Ilir Blakçori, Don Sadiv tash që është Ferizaj, 2 vite ka qenë pjesë ime kur ka qenë te Xhilani, nuk mujti me bë mirë, u riktheva te Llapi. Erdhën lejtar do të thotë si Muhamet Hyseni, Ilir Kasniqi, do të lejtar dhe tash tatri që janë në mesin tonë, do të thotë mund të them që si trajner kam pak atë pjesën e dashnisë më të madhe për tri. E du talentat. Është kjo edhe shkaku që vetë nuk e mujt me arritë futbolli i përkrah më shumë. Ndoshta edhe pjesa pak që të jetë breng pse s'ke mujt në atë kohë, por edhe jo se unë mendoj të thotë që evolimi i futbollit duhet shifen nga gjenerata të reja. Na po shumë klubet evropiane do të me djemtërisë sa ata kanë arrit, ashtu do të duhet të bëjmë edhe ne. Mendoj të thotë që nuk fare së pengon se ai ka 17 vjet lejtari, apo i ka 20 vjet, apo i ka 16, apo i ka 25. Ai që ka 16 do të thotë ka potencial e futi Superlig. Unë Hajdin Saliun du t'ju them edhe Muhamet Hysenin i ka marrë fazë përgatitor në Antali me autorizim nga noteri.
Për arsye se kanë qenë moshën në 18 vjet, nuk kanë pas drejt më udhëtu në aeroplan atko. Në Antali dhe kom bodo atë në tjerë, dosh mi marrë një dokument që këta e më jam përgjegjës për ta. Vetëm me marrë me veti me motivu, do të që ata nesër me qenë do të hyjet futbollit dhe jam shumë i lumtur që do të kanë bërë një karrierë të pastër. Që të llapi jo vetëm për këta lojtarë, po për shumë lojtarë, domethënë nuk e ke luajtur vetë trajnerin, po edhe prindin njëkohësisht kur keni udhëtu jashtë vendit. Po unë mendoj atë që Kujtesa ligjore. Është shumë e vërtetë, unë do të kom përkraj, kom mbështet në çdo aspekt. Kur kam shku të llapi fillim, shumë lojtarë do të thotë ndoshta në atë kohë kanë qenë keq financiarisht dhe e kam bërë maksimumin që ata më përkraj, më ndihmu, më mbështet. Dhe do të kjo pjesa ndoshta nga njëra shumë herë kam luajtur rolin e prindit të lejtarët. E di që shumë prind ndoshta lejtarë e kam kuptuar që nuk e njohin shumë futbollin, pastaj do të më ka dashur ndoshta vetë bëhem prind, të komunikoj me ta, të bisedoj me ta, që ato do të kanë cilësi, kanë kvalitet për më bë lejtar dur edhe kështu që jena orë me një moment kur gjithmonë jam krenar për të kalumen me lejtar të ri që do të kanë dorë nga llapi. Kur nalësh e menon cilin futbollist ja ka vlet më shumë se që ke nënshkru, edhe cilin më pak ti nuk e kishe nënshkru kurrë. Që të pres më përgjigj. Që ke bo gabimin herë se po. Që këtë që ka vlet. Sa përket që ja kam vlet është Mirlin Daku. Që ja kam vlet atë është Mirlin Daku. Pa më hu do të më me të sinështri të llapi, do të dhe e lërë kasë që kam marrë se du me cik. Që lejtar që asnjë do të shumë kanë mendu që kanë me dështu këta djemë, po jemi lumë të që s'kanë dështu. Pastaj do të lejtarë që asnjë që shënë në shku me to, nuk du të ta është shumë e vështirë për lejtarë. Me citë amen, apo me të diskutu amen. Po kia dhe si lejtarë. Kam asi lejtarë, por për shkak të respektit dhe punës profesionale, por mund të them do të që kur e shoh nivelin sa dhe Mirlin Dakut, duke luajtur atje, çfarë niveli ka rritë, besoni që jam shumë krenar, unë përveç pjesës profesionale, tash na lidhe pjesa familjare, do të ku me prindin e lindjen. Shumë respekt për familjen. Nuk ka mundësi asnjëherë familja me Lindakut, as me Lindakut morën pushime pa mftuar me familje, pa dal bashkarisht, ndrejka bashkarisht, do të na ka mbetë lidhja familjare, sikur me çan do të prindi lindjet. Unë me Lindakun do të tash të diskutoj, tash bisedoj për futbollin, sepse është atë nivele shumë larta. Tash ka pas një pjesë të vogël damtimit, kam diskutue, jo mundu nga koda të me shillu ku duhet me shku rekuperimin, për arsye se asnjëherë për mua nuk du të thotë që tash është një klub tjetër, jo, ajo është pjesë e jamja, sepse nga këtu ka dalë, gjithmonë mundohem që ta këshilloj. Ta njëjtën gjë bëj me Krasniqin tash, njëjtën gjë bëj me Muhamet Serin tash që janë jashtë, gjithmonë do të komunikoj dhe kam që që ata do të me qenë sa më të përgatitur pjesën profesionale. Trajner, e more një vendim u bë drejtor sportiv i llapit. U lodhe me punën e trajnerit apo çka ke problemi? Edhe i ki pas 3 trajnera, Bylbyl Sokoli, Cengiz Rexhepi edhe Bekip Shotani. Çka ndodhi që u riktheve prapë edhe që shiki marrëdhëniet me këta 3 trajnera? Ishte një moment kur në atë kohë bashkërisht do të thotë me njerëz që ishin duke të llapit duke më mbështet në atë formë, duke më mbështet. Doja që të pushoja atë vit si trajner. Thashë është mirë të pushoja këtë vit. Dhe ta sjellëm një trajner të llapi, për arsye se është ju ngarku shumë vite pa pushuar si trajner, të vjen një trajner dhe ta bëj atë pjesën e ndoshta një sezon apo një kampionat ka qenë në pyetje me pushu. Do të thonë që ecë mirë nuk është e lashë, do të po pushoj si trajner. Shumë zëra vjen ky trajner atë kohë do të thotë stafi që të llapi, zgjedhën për Bylbyl Sokol, okay. Filloi punën me Bylbyl Sokoli do të thotë me super skuadër. Skuadër është u përgatitur me dal kampion. U përgatitur me dal investimet më të mëdha ndonjëherë që ka bën llapi ka bën në atë vit. Atë vit. Peçi isha në trajner, investimet që bën atë vit do të thotë nuk ishin bën ndoshta për 5 vite të llapi. Ahmet Januzi sillet të llapi, lejtar shumë cilësor, Mentosh Xhella sillet të llapi, bot ekipa gjigante, do të për me luftu për titull të kampionit me dal kampion. Edhe koni bindur që del një kampion. Alla do të ata ishin të bindur. Unë ka konde ju thash tani të kujdesshëm. Për arsye do të thotë se nuk duhet shumë se me çdo kush nuk del kampion. Dhe duhet me kon të kujdesshëm këtë pjesë, me menaxhu mirë dhe mos mungut. Okej. Filloi do të Bylbyli, filloi që nga ndesh nga pjesa
mund të them skuadrës në fazë përgatitore, gjithmonë do të thotë isha pak më i distancum, arsye jo me përka maksimalisht, por jo me qenë në çdo aspekt afër me mendu që ky tash Po ndërhyn. po ndërhyn asnjëherë, do të thotë sot s'më me dalë me thonë as Bilbyli, as Xhengizi, as Shatoni që asnjë një tentime s'kam ndërhy atë skuadrat e ekipa, se ata janë prezent dhe mund me dalë me thonë se asnjëherë nuk ka ndodhur. Filloi Bilbyli, por Bilbyli pat problemet, filloi direkt ndoshta lejtar me eksperiencë, me përvojë, nuk mundesh mos sillte më ata lejtarë se me lejtar 17 vjeçar, duhet një pjesë të menaxhimit. Filloi me i dorë skuadra direkt prej dorës, jo rezultate pozitive, s'kishte rezultate, dhe në momenti me ndërprej kontratën me Bilbylin, pastaj kërkum që ta sillëm ndoshta një trajner pak ma me nivel, ma cilësor, në atë kohë nuk gjoj shumë trajner, dhe të tentu mi marr, unë nuk do isha mu rikthy. Po tha mu rikthy, thash arsyeja pse nuk rikthejnë atë llapi, mos me mendu që unë po du mu kthy. Po te ja ke bërë. Edhe kam po do mi marr, thash shkon doni merrne, okay, pi marrëm Bekim Shatonin. Erdë Bekim Shatonin të skuadra llapit. Filloi do thotë ishte skuadra thash me bagazh. Shumë e vështirë me menaxhu. Edhe do të prapë nuk mujti me arrit atë nivelin sfore, i kishte pritshmërit klubi. Dhe deri në moment që ambisil ne ishte një person ofert të klubit që na mbështeti ka pak sot që është një trajner shumë cilësor dhe ka potencial. Unë nuk e një fsha fare do të thotë mund të them Xhengiz Recepin. Po. Në atë kohë do të thotë s'kam pas informacione për to, thamë okay, nëse vlerësoni çështën e rimi, le të vjen dhe llapi më dol kampion, është më rëndësi. Ardë të të trajneri Xhengiz, prapë do të të skuadra si rezultate, menaxhimi i skuadrës nuk ishte në nivelin e dur. Edhe në moment kur do të të vetë se skuadra po i humb shpresat për me luftu për titull të kampionit. Edhe presidenti vllai që kam tasht tha nesër tha vi, tha në Kosovë, tha du me bëni takim, tha me bisedu, tha se s'është gjona të shku mirë. Normal. Okej, erdhi vllai dhe thash çka do të bëjmë këtu tutje, tha nëse nuk rikthehesh te llapi, tha unë nga sa tha Llodorreqja jam president. Thash nuk kam mirë, thash të përfundojnë këtë kampionat së zhon. Tha jo, tha nëse nuk rikthehesh trajneri i llapit, tha nga sa nuk jam president i klubit më. Tha nuk du me vazhdo më, tha në pivri, tha që nuk mund e menaxhoj skuadrën, ekipën. Tha dhe nuk kena mundësi, tha na me gjithë të mite financore me dirë, tha dhe skuadra më orë pjesë në momente më rreziku me donë nga kategoria. Ti u riktheva dhe i bërë 8 fitore e rënë. Kështu ka qenë, dhe do të ishte vështirë më rikthy, thash pa mirë vështirë më rikthy, arsyeja kom dash këtë të rikthy. U riktheva, do të e morëm edhe më rikthy, i grumbullova djamë zhveshtore, diskutova me gjithë djamë, të thash nuk është pozicioni jonë këtë pozitë ku jemi cilësitë që kemë, por do të ndryshojna komplet në filozofinë e lojës. Edhe një pjesë e lojtarëve është bukur e madhe që fola aty në ndoshta që kanë filozofinë të lojës, nuk më ka dashur shumë kohë për me hi direkt të pjesës sa du si trener. Kena fillu do të atë ndeshje do të dhe qëllimi im ishte me dorë të pozita 3-4 lart, vetëm me i zonës rrezikut. Po, rreziku. Ashtu ka qenë realiteti. Dhe fillumna me rezultate pozitive 8 ndeshje 8 fitore. Dhe me një moment do të me luftu për titull kampionit. Dhe do të datë kohë në atë sezon, ishte ndeshja me Prishtinën, këna marrë gol minutën e 88 për fqelin e atë gol. Do të nëse na fitojshëm ndeshje me Prishtinën, na vi ke Fernikelin po dhiv, na u bëjshëm kampion. Erdhën me një stat, skuadra, ekipa, që na me dol kampion, do të pej rrezikut me qenë me ronë pjesën e play-offit a me dol kategoria. Mendoj do të që ka qenë në rrugtimi asoj kohë me një sukses të jashtëzakonshëm. Edhe po marr parasysh se na dali kampion, kena qenë në pozitën e tretë, pozitën e parë ka qenë Fernikeli, pozitën e dytë Prishtina, pozitën e tretë shumë na. Do 3 skuadra që fteshin për krimin e tabelës dhe nga ato do të mund të thotë gjithmonë kom qenë trajner skuadrës dhe ka filluar do të thotë ndoshta i organizimi ende më i fuqishëm edhe kena arritur me marrë trofejt. Folëm veç për gëzime, momenti më i keq është humbja në finalet kupës ndaj Besës me penalti në stadium Riza Lushta. Po do jep thonë që Tahiri s'ka dalë një javë i shtëpisë. Çfarë rëndë ke përjetuar? Qëre, ato kon viti i parë për me dalë në Evropë, Trepsa del kampion të 89 del në Evropë, Prishtina për Prishtinën edhe Prishtina del si vendi i dytë. Mendoj që nuk du më rikthyer retorikë, për arsye se i thash disa njerëzve
që na duhet të mendojnë për tashmen. Duhet ta kujtojnë të kalumen, po mos mendojnë për të ardhmen, se s'di se na sill ardhmja. Për tashmen duhet ta jetojnë. Mendoj do të që ka qenë një kohë kur në atë kohë Llopi ndoshta e ka merituar ta marrë trofej. Për arsye se kena pas cilësi, skuadër, ekip. Edhe Besa ku ne mirë. Me Besa ka Shabonin. pas një skuadër. Besa pa investu për titull. Besa ka pa investu për titull kampionit. Edhe pat me vend tret, katërt me Juve, me Prishtinën, ka qenë e vërtet, por shkaku që ka pas disa probleme të probleme veta. financiare ka pasur. Financiare dhe do të termen e stad, do të në finale. Na do të lutem atë finale, humbëm në finale dhëmshme. Është finale do të është në futboll mund të them se është ai dëshpërimi më i madh jami. Tregoj drejtë, do të për arsye se ishte era parë, do isha bëj histori me dolën në gorat e Evropës. Por ndoshta ka pak edhe pjesa ime, edhe nga pak të Kosovë, jem sa si njerëz është gabim, se njerëz që të sheh që po punojnë, njerëz që po sjellin sukses, nuk duhet me i pengu procesun, sepse është vesel vetëm dobi i vendit. Veç vonim ka pas. Vetëm vonim, edhe dobi sjell vendit, jo dom. Mendoj do të thotë që ato shumë faktorë ishin kundër Llopit, që mos dalëm do të thotë në Evropë, ata faktorë zduti ceku për të gjithë Kosova, edhe ndoshta e hopëm ndeshje për arsye se erdhën penalti, edhe pse do të gjithë ishin kundër, prap e prunën ndeshjen penalti. Allah humbon penalti, por ishte dhe koha është e vërtet që mos them një javë që ka kohë gjatë do të thotë që më dalën po kush as qytet, edhe për arsye se kam qenë shumë i dashur, do të thotë për shkak që komplet të sill trofeun. Trener, tash në Evropë keni luajtur në Danimark kundër Brøndbyt, një gjigant i futbollit, në krahasim edhe me klubet tona, po Brøndby është një jo për skuadër daneze. 4-0 pjesa para. Çfarë emocione pate kur shkohen zhveshore? Çfarë ju dha lojtarëve? Para se A mushe me besu që rezultati 4-0? Fore nuk më isha me besu dhe në finalen, kur shikun finalen interin me Parisin, edhe ju thash ato ishin do ofër me, thash, sa është rezultati? Tham 5-0, thash, shkam dhe që mu më Brøndby, një nivel. Edhe dhe dhe une e kom ditë, e kom marrë deshet e Brøndbyt, i kom pa çfarë loje, çfarë niveli, kur shkum ato, u maneto me nivelin e infrastrukturës, çfarë akademie, çfarë fusha sportive, kompleksi, pastaj investime të 88 milion euro buxhet, klub do të thotë, i shumë ndoshta nivel shumë lart dhe s'kisha edhe si me ndërprej aksionet, u mundojsha boll do të thotë, por niveli do të thotë ishte i atill dhe pastaj do të thotë mund të them që pjesa e stadionit, shikust, ata do të thotë në farforme, në fillim ata njihen për shikues qarzakosh. Ata në fillim do të thotë filluan dikur pak 10 minutat e parë me marrat pjesën me zemër se po të kam në koçit këta mos me gol. Edhe do ishte e bënin maksimumin edhe deri në moment dhe kur furon zgjestorët djeve thash ky futbolli do i pranu nivelin. Janë vendas, e ka shikëshmërinë, ka nivel më të avancuar se na, do mi pranu, por na do mi bu maksimumin, asa të mundem rezistu, do me rezistu, pjesën e dytë, dhe do mi prit deshën, po do jevë paktën që mi tërgu që na, po do jevë mujna me jep ma shumë, edhe do të fore do të nuk kemi dashprova, A friksove kur ke rezultati 4-0 që mos po bëhet 10. Jo, s'jom friksua për arsye se do të thotë vrejta në moment kur bën gol e katër ata do të thotë filluan tani me mendu që e fituam ndeshjen. U liruam pak. Tash pastaj na kishim mundësinë me bë luajën më të rrezikshme më të mirë, më lehtë. Kështu që mendoj do të thotë që niveli ka qenë më i lartë aty në skuadra dhe do vi pranuar realitetin dhe eksperjenca aty në ka qenë për arsye se ata kanë qenë kampioni Danimarkës, kanë marrë pjesë me Chelsea, kanë luajtur një vit më herët ishin me Chelsea, do të thotë, mund të them një niveli shumë i avancuar, por do të thotë prapë këto gjëra të bujnë edhe të japim se me eksperiencë. Cilën ndeshje në Evropë mendon që kishim mujt me lu më mirë? Unë mendoj me Budućnosin për shembull, që kishim mujt ndoshta me pak fat edhe kështu kishim mujt me kalu Budućnosin. Mendoj që ndeshja shumë mirë kemi vlerësuar. Ndeshja për cilën jam i zgjenim në Evropë kanë qenë 2 ndeshje. Ka qenë ndeshja e parë me Shkupin kur na e kena dominu Shkupin dhe kena pranu 2 gola, e sidomos golin e dytë nga një faul që përfundoi kjo ndeshja 1-0 o eliminesha Shkupin këtu në Prishtinë. Dhe ndeshja me Budućnovcin kur në momentet më të mira të Llopit kur Budućnovci në vend më të shkëshmërinë ishim duke e dominu futboll, edhe më merr kartonin e koç që ndërbrojtjen ato.
edhe mbesëm me lejtar ma pak dhe hupëm ndeshjen. Ndoshta ai ka qenë, ndoshta ai gabimi apo ai momenti keq i llopit që na do të thotë s'kena kalu da ndeshje. Edhe ato do të thotë ishte më dëmshëm, na kemi mujtur me kalu do të thotë mirë më të mirë. Ndoshta lojën cilën e kum humb si trajner. Por kena lujt mirë, mendoj që mirë evropiane ka qenë ndeshja me Wislën e Krajkovës atje, edhe pse kemi humbur 2-0. E dim do të thotë goli i dytë ka qenë me një gol i cili ka qenë faul në portier. S'është tash nuk mundem me na me thonë atë pjesë. Goli i parë qenë i pambrojshëm. I pambrojshëm ka qenë, por goli i dytë ka qenë faul në portier, s'është dolë ato momente, por me 33.000 shikues në stadion. Që fare një më vendosë. Ka qenë një moment, mund të them që 33.000 shikues kanë qenë në stadion dhe ka qenë shumë e vështirë ndoshta djemt me don nga pjesë euforise, Gashani, Vukre, një pjesë nuk kanë marrë fare pjesë me 33.000 shikues. Pastaj jo shikues, unë nuk kom po asnjëherë se kom qenë Brëmbi, Brëmbi është kodër e madhe, po Wislën e Krajkovës shikuesve s'ja bujnë afër. Ultrasa janë. Edhe jam befasu, përveç që pjesa ultrasave, ku i shifsha mapa këtu në kom. Edhe te pjesa VIP-ve, kush të ke ulur, hiç fore. Gjithmonë kom, do të thotë në atmosferë, mu si trajner, po tregoj drejt, dyqysh u motivojsha. Se kur e pash ata shikues u motivojsha si trajner. A mendoj që kena punë ndeshje me i vetë me lujt. Në ndeshje shumë e mirë lujtne, por me pak fat kena mujt të dashta me dalë më mirë. Po keni pas jashtëzakonisht shumë fat u kthy veç prej Polonisë në Tiranë. Me aeroplani u kontura krejt. Thomas ma ka thënë se ka qenë rosti më i tmerrshëm. Ishte moment shumë i vështirë. Tregoj drejtën, kishte vonis aeroplani, nuk unis me kohën, pastaj në moment munis, dhe kur unis disi, mund të them hera parë kanë ndodhur, kam qenë shumë do të kam bol vizje në për Evropë, por atë moment jem befasu si ka bo do të startët si urdhri për munis direkt ati. Edhe unis do të të pastaj pas nisës nga pista, aeroplanin do të të ashtu dhe në fund doli, do të të nuk mundi si duhet të bëjen ngritjen e vetë. Pastaj do të të nuk mundi të marrë atë pjesën e lartësisë dhe nuk ishte mundësi mos që të ngritet ma lartë. Filloj do të të ka qenë me një moment kur gjithë këna mendu që do të bina në tokë, do të të gjithë që kanë qenë aeroplan, lejtartë, fillun do të të panika madhe, njerëzit e bërtit që në aeroplan, e kisha ofrat portierin Vukli Larush, tha, trener, thash, Bersha, dhe të s'kish ka përnë, thash të këtë të dhe s'kem, se s'kem, mojë që të shtrengëv, këtë bim. Edhe ka pas momente kur, do shta për një moment, kur e ka lëshuari, aeroplanin ka ra poshtë, unë e thash e pritash, vesat e poshtë, kush shkum, do të Qap dhe konez dhe 2.0. Pastaj do të nuk më i kem fare më stabilizue aeroplani, ka shku do të mos gabofsh të kënë për 40 minuta, o them që fara aeroplani s'me kemë stabilizu. Turbulenca të mëdhaja. Nuk më kemë stabilizu, fara do të pastaj e di që gradualisht duke biseduar se panika ta gjithë, personeli që është ato më thatë që era por që 15 vite punoj personel në aeroplan asnjëherë s'ka ndodhur gjë tillë. Dhe më tha që lvizja jonë është dhe udhimi jonë është shumë i gjatë, arsye se s'kena mujt më ngrit lart kur i nanis, dhe tash duhet me borë rukëtimin me ikë kodrave, gjërave, cilat nuk e kena në alcin, për më në destinacion e dur. Allah ka qenë një moment të që kur këna ardhër në tokë, këna rogë, këna po vetën që është rregull, kështu që janë momente cilat ndashta duhet të gjithmonë të kujtohet. Gjithçka ka shku mirë fatmirësisht, apet. Aja është më e rëndësishme. Ato apet prap harrohen. Një pyetje kam ne para fundit. Shtunën Shqipënia lun me Serbinë. Një ndeshje që po pritet me emocion dhe pse janë të munu me majnë kontrol ndeshjen, realisht ndeshjet e tilla s'kan më kon kontroll. Pa marrë parasysh që munduan me ndiku nda ndeshje. Qysh mendon që kryhet loja? Tash unë kam një farë besimi që Milin Daku ka me gol. Qysh e mendon ti dhe qysh është kjo ndeshje? Aja që bën do të thotë dhe nihem shumë i lumtur që Daku më shënon gol. Edhe shpresoj që Milin Daku nëse trajneri ja besimin, shpresoj që ka me besimin sepse forma optimale e Dakut e bën çdo selektor mos më mendu 2 herë kush do të luajë titullar. Mendoj që Shqipëria ka potencial me mposhtë këndeshje, ka potencial me mposhtë Serbinë,
Por lojtarët e Shqipërisë duhet të futen ndeshje, luajnë profesionale, mos marrin me pjesën e euforisë. Euforia dhe pjesa e tifov të takoj tifozave. Nuk duhet të merren tam mohojnë atë ka lumen, duhet është absurde mos të lënë të fazë të futen, edhe mos të regojnë rivalitetin e tyre që kanë ndaj një skuadrës që është Serbia. Është absurde, mundu me i shuzarët, jo do të po të kishte qenë me një shtet tjetër, ju garantoj që nuk do të kishte dalë fare me guxuar një deklaratë as të një federat. Por arsye se ultrasat janë gjendje dhe stadionin me ta djeg, ta koll. Nuk guxon ti ultrasat me impengu do të besoj që Shqipëria mundohet ta menaxhoj, por duhet alla të fazë të bëj pjesën e vet, që shumë rëndësi presionit e kundërshtarit. Duhet lejohen të fazë, ta bëjnë presionit e kundërshtarit, ta fitojnë ndeshjen. E dimi shumë që na kanë bën Serbia. Por edhe lojtarët tonë bëjnë maksimumin, besoj do të thotë që Selvinde do të thotë është një trajner shumë i mirë, unë kam pas fatin po një vit e 3 muaj me qenë me Zapalletin bashkë në seminarin për pro, do të thotë, kena pas komunikime edhe me selektorin atë kohë sa isha në Shqipëri, shumë ta bashkarisht do të thotë, edhe për Ecorin, për Dakun, për shumë lojtarë, për Arber Hoxhën, më kam pyetur në atë kohë do të thotë se çfarë lojtari është gjithmonë do të thotë kam treguar që ka potencial dhe cilësi si lojtar. Mendoj do të thotë që ka potencial Shqipëria me kalu këndeshje, por duhet të futen ndeshje, ta bëjnë maksimumin, të japin gjithçka nga vetja, të luajnë fort, s'ka nevojë me respektue fare kundërshtarin, s'ka nevojë me respektue as në tribunë, as në fush, por ka për eliminolle o kry misioni, nuk kena nevojë na ato me bëj gjëra negative mu dënu, po fare mos me respektu. S'ka nevojë me respektu fare. Shpresojmë atëherë që kena me marrë rezultat pozitiv, fitore, veç fitore, s'na duhet rezultat tjetër. Trajner, edhe te Kosova, i kem 2 ndeshje miqësore, ki 2 futbollistë të llapit atë, po i ki edhe 2 aktuar të llapit ndisën e pritjes. Sigurisht që nuk ka asgjë më të madhe, krenari më të madhe për ty që mi pas 2 futbollistë atë edhe 2 futbollistë të ndisë pritjes. Po, mendoj që gjëja më e rëndësishme për mua dhe më e lumtur ka qenë kur Muhamet Hussein ndaj Zvicrës ka shënuar gol. Po. E dini shumë mirë atë kur e ka shënuar atë golin e barazimit. Muhameti ishte sulmues, Iliri ishte mbrojtës, duhet bëjshin maksimumin, Iliri bile shpëtoi një gol në vijën e fundore të fundit, edhe ishte moment i krenarisë, mendoj të thotë që çdo trajner kur lojtarët e vet luajnë kombëtare, e ka një pjesë krenarisë, sepse në kombëtare do të shkojnë lojtarët më të mirë. Po, mendoj të thotë që kur jemi kampionatin kur jeni kampionatin e Kosovës, unë gjithmonë ju dini që gjithë mediat e dinë, gjithë gazetarët e dinë, jam kritikuar shumë pse unë i përkoj lojtarët e Kosovës, ligën e Kosovës, kam bërë zhurum shumë që këta djemë meritojnë, a mos lidhen lojtar nga liga 4-5, nga shumë shtete që nortë na pa ndeshje, pa lojë dhe mos u hina hak po mos ja vona djesë lojtarët se për ligën e Kosovës ka lojtar shumë cilësor, pas gjithë zhurmës që kam bërë dhënë si trajner, por ato të tjerë ndoshta mund të them më pak apo më shumë, por unë kam qenë një zë shumë i lartë, mendoj që filloj atë mendohet për ligën e Kosovës për ta djem cilë sot mund të them, edhe Jashari dhe shumë tjerë do të thotë që janë të Kosova, mendoj që do të tregu që kanë kvalitet dhe cilësi do të thotë me përfaqësu Kosovën, pastaj do të thotë grumbullimi i lojtarëve që Rikasic është tash aktiv, pastaj Araneta Asoni një super futbollist, një super lojtar i cili mendoj që do të foli Kosovë për një talent çfarë ka ai. Kom pas besimin të ideale, kom rrit, pastaj Gashani do të thotë, 2 super futbollistë janë në listë rezervë të kombëtarës, do të thotë për i periudhë kohore, mund të them 6 mujore, 2 lojtarë, ti ngrihesh, ti avancosh, dhe mendoj përfaqësuese jonë të ketë kombëtare mendoj që nuk është e lehtë, mendoj që është e guximshme, në pjesën mund të them sportive, guximin e kom pas me avancu ta djem, me ngrit ta djem, dhe shpresoj të thotë që nuk gabon selektori, sidomos, duhet të them do të thotë këtë fjalë publikisht. Araneta Asani edhe i mungon Kosovës në pozicion me numrin 10 Araneta Asani. Kosova ka vujt për një lojtar vizionar, Kosova ka vujt për një lojtar i cili ka dhe pjesën teknike të mirë, por dhe pjesën taktike, dhe një lojtar i cili ka guxim, dhe Araneta Asani në moshën 21 vjeçare sot ka guxim, ndoshta me bëu lojën më të bukur te Kosova, edhe ndoshta sulmuesin, edhe Muriçin, kush do të jetë në lojë apo
që vendos trajneri me qenë Ramoni, është në gjendje ndoshta për 90 minuta të paktën 2 apo 3 herë me për të një kundër ne. A mendoj të thotë që janë 2 lojtarë të cilët shpresoj që edhe Vokri shumë shpejt ketë fatin, për arsye se dim që Kosova ka probleme në raportin e mbrojtësit djathtë, dhe është një lojtar i jashtëzakonshëm Vokri, për të tash kena edhe shumë oferta për to, besoj të thotë që Vokri do të jetë pjesë e grumbullimit të kombëtarit javë. Për fund, trajner, e përmendë ofertat. Vokri kërkohet në Kroaci. S'po përmend emrat klubit edhe pse e di. Kjo oferta për Elvir Gashiani, kjo oferta për Ardianet Hasani. Edhe kam oferta se duhet mos të jesë mbarë për sulmuesin Ardi Tahiri. Ardi Tahiri, sigurisht që ka bënë një sezon 17 golla, një sezon ka bënë sezon super Në sezon. aspektin personal. A ka marrë djalin do të thotë nga Dinamo pa ndeshje, i domtum, dhe për 6 muaj ditë do të thotë fazë preditore ka bërë 17 golla. Ekip 5 talenta. Vokri me Arbër Bytyqin, mbrojtësat kravat. Hasani, Gashiani, Tahiri në repartin ofanziv. 8-5 mujnë me të hecë tasht. Sa mundët me përfitu lapi nëse do zoti shitën të 8-5. Besoj që mund ta kapë vlerën diku te 1.5. 1.5. 1.5 milion sigurt, po mund ndodhë që edhe te 2 milionë nëse shkojnë 5 direkt. Po. Se vlera e Gashanit e diskutimit është ofër 1 milionshit. Ofër 1 milion. Do të është të diskutu, se Po. arrim na për me marë, Po. është ofër. Se përket lojtarit që mendoj që ka me qenë talenti më i madh ndonjëherë, do të thotë çka don nga futbolli i Kosovës, Ardianet Hasani mund të jetë që do ta kaloj edhe 1 milion në transferimin, por arsye do të thotë se Po problem është si vjetaj do ta mbojnë as si vjetarianitin, edhe pse kanë filluar interesimi jashtëzakonshëm, do ta mbojnë edhe ta ketë atë pjekurinë që të paktën do të Vokri thashë janë oferta zyrtare, të Ardit janë oferta zyrtare, presim do të thotë bisedimet, por besoj që Llopi nëse shumë pjesën e kampionit, nëse në kampion me trofi, por kampion me talenta do të thotë sigurisht që jera këtë vit. Trajner, faleminderit shumë që ishe pjesë e lunja. Me fol me trajnerin na duhet shumë kohë. Shumë kohë për futbollin. Shpresoj që të shihemi edhe hera tjera. Ishte kënaqësi me bo këtë bisedë me ty, me fol për karrierën tonë, për talentat që kanë dalë prej te edhe për futbollin llapian që siç e thatë është një prej më të rëndësishme në Kosovë. Spari faleminderit shumë për ftesën, dhe kam kënaqësinë dhe kam deri kur jam në intervistë me njerëz të futbollit, me njerëz që janë rritë me futbollin, me gazetarë sportiv që dojnë futbollin, e përcjellin futbollin, ka statistika të sakta, dhe bisedojnë dhe japën mundësi talentave të ri futbollit Kosovës, për ngritjen e futbollit Kosovës. Mendoj që është kënaqësi dhe privilegj të jena bashkërisht, sepse sot intervista jonë dhe ky debat jonë do ta ndihmoj futbollin e Kosovës, do të ndihmoj ata talenta që zhvillohen, të ecin matutje do të thotë, dhe mendoj që kjo që bëni jo duhet të bëjnë shumë të tjerë, por unë ju përgëzoj për punën, ju përgëzoj për gjithë ato që keni përgatit dhe shpresoj që bashkërisht si Kosovë, si vend të ecim matutje, sepse Zoti na ka fol talentin dhe na bashkërisht dhe jo në pjesën ju, por edhe në pjesën tonë duhet ta hom kontributin që të ngritim këta talente, edhe pse do të ditë ndoshta të jetë ai Brazili i dytë i Ballkanit. Ashtu shpresojmë. Faleminderit trajner. Faleminderit shumë respekt. Shikues të nderuar, ky ishte podcasti i radhës ku mysafir kishim trajnerin Tahir Batatina. Për fund mos të harrojmë ti falenderojmë edhe sponsorët tanë që janë brendi automjeteve nga Korea, KGM Sangyon Kosova, si dhe pija energjike numër 1 në vend Golden Eagle. Miropafshim.